Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahu të lutemi të na dhurojë dije të dobishme, na mundsojë vepra të mira, sa të jemi gjallë, na furnizojë me furnizim të pastër dhe halal. Zotit i lutem që të na njohë me të vërtetën, dhe të na bëjë pasues të vërtetës mbasi ta njohim, dhe të na njohë me të pavërtetën, me të kotën, e të na largojë prej saj mbasi ta njohim. Zotit i lutem që dija që ne marrim dhe japim të jetë dëshmi dhe argument për ne ditën e Kiametit, dhe jo dëshmi dhe argument kundra nesh ditën e Kiametit. Amin. Atëherë pa humbur kohë, inshallah taala, po fillojmë me pyetjet të cilat i kemi të ardhura. Ndërkohë që nëse vëllezërit këtu ose motrat kanë ndonjë pyetje, mund ta drejtojnë duke na dhënë një sinjal ose duke shkruar. Kam qenë e fejuar dhe jam ndarë për shkak të bizhozit. A ka ndonjë gjë që unë i përdor akoma rrobat që mi ka pas bler ish i fejuari? Sepse dëgjoj këta njerëzit për rreth nesh që thonë jo sepse është keq dhe të bllokon fatin. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Nuk është e saktë, kështu që përdori dhe stresit zero. A lejohet të vihet emri Hira për vajza? Po, lejohet. Hira është shpella në të cilën i ka ardhur për herë të parë shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që edhe kuptimi i fjalës është i mirë, kështu që është emër okay. A ka dallim mes zekatit të individit dhe zekatit të pronave të paluajtshme? Po, ka dallim. Zekati i individit matet me vitin, matet me, si me thënë, minimumin, që është pragu, që obligohet zekati, dhe llogaritën borxhet e sigurta. Ta morim më thjesht situatën. Nëse njeriu ka aq para sa mund të blej me to, 85 gram florin, 24 karatsh, obligohet për zekatin, që është afërsisht shuma, le të themi 5.600 euro për momentin, që mund të jetë me para diçka më shumë apo më pak. Nëse njëjët këto ja zën viti hënor, që është 355 ditë, jo 365 ditë, 355 ditë. Pra le ta marrim me shembull, unë me datë 1 janar kisha 10.000 euro. Dhe kur erdhi data 20 dhjetore vitit të ardhshëm, unë kam sërish këto 10.000 euro të paprekura. Atëherë unë duhet t'jap 2.5%, që është 10.000 pjesëtim për 40, 250 euro. Nëse ky 10.000 euro është gjatë vitit ka rënë dhe është ngritur, për shembull, me 1 janar unë kisha 10.000 euro, për shembull, dhe me datën 1 qershor u bën 12, dhe kur erdhi 20 dhjetori që i bjer viti hënor, pra 355 ditor, unë kam 8.000 euro. Për sa duhet jap? Për 12 që ishte në qershor, apo për 10 që ishte me 1 janar, apo për 8 që janë me 20 dhjetor, apo ti mbledh të treja dhe pjesëtim për 3. Pra 10 plus 12 plus 8, 30, pjesëtim për 3, 10, ja. Jepet zekati për shifrën e fundit, që ka zënë viti, që është 8.000 euro, në këtë rast pjesëtim për 40, 2.5%, që i bie sa 200 euro është zekati. Nëse gjatë vitit ngrihet prap, për shembull, kam 10.000 euro me 1 janar, në korrik bëhen 15.000 euro, dhe kur vjen dhjetori kam 14, me 20 dhjetor kam 14.000 euro. Për sa duhet jap?
Sa thotë zotni? Po për tani unë e kisha me 1 janar 10.000 euro, tani me 20 dhjetor që mushet viti, 14.000. Për sa duhet jap? 14. Ti po pyet tani po? Për ti do të japsh për 14. Allah ta shpërbleft. Po ti 14 dhe ti. Elhamdulillah që në xhamatin ton kemi njerëz bujar, japin më shumë se sa i obligon Allahu. Obligimi i Allahut është sa të ka zonë viti. Viti nuk ka zonë 14, vitit ka zonë 10. Kjo 4 që ashtu gjatë vitit. Understand? English? E qartë o vlezë. Pra ti obligosh për 10 mishin që të ka zonë viti, kjo 14 që ashtu gjatë vitit. Atër kështu veprohet. Nëse është mall tregtie, se këto është dhe pyetja, atër unë fillova një biznes me 10.000 euro. Dhe në kryt vitit kam 14.000 euro cash dhe kam 14.000 euro mall. Me 1 janar nisa biznesin dhe në kryt vitit kam 14.000 euro cash dhe 14.000 euro mall. Për sa do t'jap zekat? Do t'jap zekat për gjithë shifrën. 14.000 euro që i kam cash dhe 14.000 euro mall. Pse? Sepse këtu mbushi vitin tregtia. Por tek mallrat e tregtisë ka një tolerancë në mënyrën se si e jep. Ka tolerancë. Cila është toleranca? Mund ta japësh mall gjithë. Mund ta japësh cash gjithë. Shifet interesi i kujt? I tregtarit. A do të hapë shifrën tamam. Si bëhet llogaria, me hyrje apo me dalje? Me dalje. Pra unë kam fut, kur kam ble 5.000 euro mall, po faktikisht po t'i shes sot këto, janë 14.000 euro, atëherë unë llogaris me dalje dhe jo me hyrje. Iku dhe kjo pjesë. Nëse i kam pronat patundshme, dhe kjo është shumë interesante si pyetje dhe dua që vëllezërit që i ka begatua Allahu xhelexhalu me pronat patundshme ta kenë parasysh. Si nxirret zakati? Pra ata që kanë pallata, ata që ndërtojnë, ato që bëjnë komplekse, ku dëgjojnë etj që si japin zakatin, sepse këta janë njerëz që kanë mallin në shitje. E shesin në grop, e shesin karabino, e shesin më para, shesin më mrapa etj. Si bëhet llogaria? A obligohet këta që t'japin zakat është pyetja e parë? Po, sepse është mall tregtie. Si e japin këta zakatin? Zakati këtu në llogaritet vit për vit si gjithë zakatet e tjera, por duhet heqin borxhet. Nuk obligohen me dhënë zakat pa heq borxhet. Për shembull, ai me të vërtetë ka nis pallatin. Pa i pallatin e ka nis, këti i ka marrë kaq, këti e ka dhënë me klerin, ku dëgjon etj, dhe shkon borxhi i tij. Për shembull, le të themi 500.000 euro. Dhe ky me të vërtetë ka filluar shitjen, po akoma nuk ka la borxhet. Atëherë ky duhet laj borxhet. Në momentin që i lan borxhet, flasim mas i viti. Po mirë, nëse ky mas një viti i ka lekët për të la borxhet dhe ka sipër asaj që obligohet zakati, atëherë në këtë rast duhet t'japi zakat. Po për atë që shet dhe jo për atë që ka si pronë. A kuptuat? Ja. Unë po bëj një pallat tani, ose po ndërtoj një kompleks. Dhe unë kam borxhe 5 milion euro, për shembull. Dhe unë tani këtë vit, si vitin e parë, kam shit gjithsejt 2 milion. Obligohem për zakat apo jo? Nuk obligohem. Pse? Se s'kam la borxhin, më harroj historia. Kam 5 milion borxhe dhe kam shit, ku dëgjon etj, mirë po kam arrit të dal jek. Mirë po unë kam aty pallate dhe ndërtesa apo kompleks, kam edhe, për shembull të themi, edhe 7 milion të tjera. Duhet t'jap për këtë 7 milionshin? Jo. Pra ndryshon nga malli i tregtisë që ti e llogarit sikur më ushit atë dite. Kurse këtu nuk llogaritet. Këtu i bëhet llogaria vit për vit. Erdhi viti tjetër. I kam heq borxhet dhe gjithçka dhe gjatë vitit arrita të shes nga 7 milionshi
arrita të shes 800.000, atë duhet me dhonë zekatin sa? 20.000. Arrita vitin tjetër shes 1 milion, sa duhet jap? 25.000. Arrita vitin tjetër shes 2 milion, sa duhet jap? 50.000, dhe vitin e fundit arrita të shes pjesën e mbetur, pjesën për 40 e jap. Sepse ka disa njerëz që i obligojnë njerëzit me diçka që s'janë të obliguar. Rasti i pronave kur janë, domethënë, në këtë lloj forme, kështu bëhet llogaria e zekatit dhe normalisht duhet me qenë kujdesshëm që as mos me obligu njerëzit më shumë se çfarë kanë detyrim, pas mos me i nxjerr njerëzit pas një lloj detyrimi ndërkohë që kanë detyrim. Për këtë arsye thoshte njëri për hoxhallarëve të Medinës, hoxhallarëve të njohur thotë njoh njerëz në Medinë prej miliarderëve që s'japin dot zakat. Borxhet, hapjet e punëve të reja, ata kanë mjaftueshëm çfarë nevojitet për çdo gjë për veten, po nuk japin dot zakat sepse puna e tyre është e tillë. Ka njerëz që janë të tillë. Prandaj dhe duhet me qenë shumë të kujdesshëm në këto tematika. Po, ai që ka 2 shtëpia, 3 shtëpia, ai që ka një pallat në zotërim, se ka për obligim. Sepse ky se ka nxjerrë shitje. E ka dhënë me qira nxjerrë zakatin vjetor. Pra nëse dikush ka për shembull themi 10 hyrje në një pallat, dhe këto 10 hyrje i jep me qira, si jep zakatin? Njësoj llogaria vjetore e zakatit. Llogaria vjetore e zakatit s'ka lidhje fare me as me të parën as me të dytën. A duhet ta përsëris namazin nëse gjatë rukus e kam ulur shpinën më shumë se sa ç'duhet? Stresi 0, s'ka problem inshallah. Taala po kujdes. A lejohet, okay. Dua të jap zakatin, pra për zakatin për alltanin, alltan këtë i thon florinit. Dikush thot jo dhe dikush thot po edhe i herë mjafton për gjithë jetën. Kjo është një çështje që ka 2 mendime. Opinioni më i saktë është që duhet dhënë zakati për bizhut e florinit që mban femra, vetëm se duhet bërë llogaria korrekte. Çdo thot llogaria korrekte do të thotë kështu. Llogaria bëhet në 24 karatshin. Pra nëse një grua le të themi ka 200 gram flori, 14 karatsh, a obligohet me dhënë zakat? Përdoret formula e mëposhtme. Sasia e gramëve, shumëzim numrin e karatëve aktual, pjesëtim për 24. 200 gram kishte bizhu flori. Shumëzim për 16, sa bën? 3200. Apo se me sakt? Sakt. Pjesëtim për 24, sa del shifra? Asa pa bon vllai me makinë. Sa? 133, atëherë obligohet me dhënë zakatin. Si jep zakatin? 2.5% si florini i zakonshëm. 2.5% si florini. Tani jep 2.5% 133-shit apo 2.5% 200-shit? 2.5% 200-shit. Ne këtë formulën e përdorim vetëm për ditë. Obligohet zakati apo s'obligohet zakati? E qartë? Okay. Tani femra e cila ka bizhu, a duhet japi zakat? Ka 2 mendime, më saktë se duhet japi zakat. A është e lejueshme për motrat muslimane me hijab të kenë foto profili veten e tyre? Këto fotot janë sprov, si për burrat dhe për gratë dhe për gjithë. Këto fotot mund të përdoren dhe nga njerëzit dashakeq, siç janë magjistarët, siç janë njerëzit me qëllime të këqija etj. Kështu që më e mirë është që mos me pas.
Kam shumë vezvese brenda vetes time se ndoshta nuk jam musliman. Unë e besoj Zotin, e besoj profetin alayhis salam, Kur'anin, engjëjt, kaderin, gjitha çka kanë bënë me kushtet e besimit, nuk besoj në idhuj e tjerë. Vezvese për shejtanit. Kur njeriu ka vezvese të tilla do të thotë se është shumë mirë në besim. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu e ka falur çdo antar të bashkësisë time për atyre që më ndjekin mua, përderisa nuk flet, bën deklarat ose nuk vepron. Dhe për mendimet që i vinë në mendje. Inna Allaha afa an ummati ma haddathat bihi nafsaha, ma lam tatakallem au ta'mal bihi. Allahu ja ka fal çdo individi nga bashkësia ime, çdo gjë që mendon, derisa s'bën deklarat ose vepron. Që do thotë, në momente të caktuara mund të vinë njeriu nga çmimi nga shejtani, jo po si je besimtar, se sa jam si jam me kundicione të tjera. Përderisa njeriu nuk bën deklarata për dalje nga Islami, përderisa njeriu nuk lën adhurimin e Zotit për shkak të këtyre mendimeve, situata është në kontroll dhe gjendja është okay, ose siç thuhet në hadithin tjetër, dhalika sarihul iman, ky është argument se imani është në kulmin e vet. Alejo të emri Ran, sepse në internet e gjeta që ka kuptimin e një lumin parajs. Vëllezër, ne kur pyesim për emrat, duhet të gjejmë emra me kuptim të sakt aty ku janë emrat e sakt. Jo çdo lloj faqe në internet na jep informacion të sakt. Jo çdo lloj faqe në internet na jep informacion të sakt. Me sa di unë nga ato argumentet e fesë që dim deri më sot, nuk di që të ketë në lum në xhenet me emrin Ran. Kështu që nëse na gjen në ajet kuranor që s'ka, ose në hadith pejgamberit alayhis salam që s'ka prapë se prapë, na e thuaj se njeriu mëson dita ditës, ndërsa faqet e internetit nuk janë burim i besueshëm për fen dhe besimin, derisa të jenë të rekomanduara ose të licencuara. Punojnë në instalimet të ujit dhe të kanalizimit, pra ne i themi ujësjellës, hidraulik, punon hidraulik. Kur shkojmë në disa familje fetare, kërkojnë që sholja e WC-s, pra WC-ja, të mos jetë kthyer nga një kënd i caktuar që i bie të jetë kibla. A ka rëndësi kjo fetarisht faktikisht apo jo? Pyetje e bukur. Kjo është një çështje që ka dy interpretime mes dietarëve të Islamit, po më e saktë është që jo. Përderisa je në shtëpi, nuk ka asnjë problemi. Argumenti vet banjoja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç tregon sahabiu i nderuar Abdullah ibn Omer radhiyallahu ta'ala anhu. Një ditë ka dash të futet tek shtëpia e Hafsës, motrës vet, e tu ka përcy murin, ka pas syni që ishte, si më thëmë, banjoja e pejgamberit alayhis salam, dhe ka parë që WC-ja ishte me drejtim nga kibla. Po mirë, ka një hadith që thotë, kur dilni, kur kryeni nevojën, mos u drejtoni nga qabja, as mos i ktheni shpinën, po bëhet fjalë në hapësirë. Kur jenë hapësirë, zbon, ama nëse jenë në një ndërtesë, ka tolerancë. Kam nisur të agjëroj ditët e borxhit Ramazanit dhe pa dashje harrova dhe hëngra një arë e gëlltita. Po mirë, hëngra mjafton, kjo gëlltita s'ka nevojë ta kishë përmend, po nejse. Am quhet inshallah, pra nëse njeriu harron, han diçka apo pin diçka, si Ramazani, njësoj si Ramazani. Nëse ndes një qiri për aromë dhe për arsye të tjera, pra jo për arsye fetare, as për mbarësi, as për gjë tjetër, po thjesht për aromë, s'ka asnjë problemi. Për aromë, për romancë, për mungesë dritash, nuk ka asnjë lloj problemi. Kam bler një tokë me kredi në atë kohë kur kam marrë kredi, nuk kam qenë i udhëzuar. Po tani, elhamdulillah, ka udhëzuar Allahu, jam penduar shumë për këtë mëkat. Dhe dua që mbi këtë tokë të ndërtoj një shtëpi. Allahu ta boft marr. Allahu ta boft marr. Çka ka kalu, elhamdulillah.
çfarë ka kaluar, ka kaluar. Afallahu amma salaf. Zoti e fal atë që ka kaluar. Pra përderisa njeriu se ka ditë, i pa fsharin ndërtoi shtëpinë. Kam dëgjuar se si mbas fejes është keq që të frysh gjellës ose bukës së nxehtë para se të hash. Thonë që kështu largohet bereqeti nga shtëpia. A është e vërtetë kjo gjë? Është e vërtetë që ka ndalesë që s'bën me i fry. Po jo me bereqetin e me këto muhabetit s'ka lidhje. Por ka një ndalesë nga pejgamberi sasem që njeriu t'i fry gjellës ose ujit përpara se të hajë. Dhe kanë thënë që kjo edhe logjikisht dhe shkencërisht qëndron, sepse njeriu nxjerr mikrobe, nxjerr gjatë frymarrjes etj. Dhe këto bien sërish në ushqim dhe ka prej tyre që i rezistojnë edhe mund reaktivizohen dhe rifuten edhe herë në trupin e njeriut etj. E rëndësishme, a është ndalesa këtu se është haram? Tuhet lind pyetja. Apo është ndalesa se është mekruh? Ka dy mendime. Dikush thotë ndalesa në këtë rast do të thotë haram. Ka thonë mos i fryni do të thotë haram. Kemi një mendim tjetër që thotë ndalesa është për mekruh. Po nga ka nxjerr këtë rregull, sepse ndalesa kur thuhet ndalohet do të thotë që duhet të jetë haram. Thotë çdo lloj ndalese që nuk ka të bëjë me ligjet dhe rregullat, po ka të bëjë me sjelljet dhe edukatën, konsiderohet mekruh. Konsiderohet mekruh. Me thonë drejtën, shpirti dhe zemra manon më shumë ke ky mendim. Që këto lloj ndalesash që kanë bënë me edukatën, me sjelljen, më shumë manon shpirti që me thonë mekruh. Megjithatë, me urujt njeriu me qenë më i kujdesshëm, mos ta bëj. Me urujt njeriu me qenë më i kujdesshëm, mos ta bëj. Çfarë duhet të bëj kur klientë të ndryshëm lejnë pije alkolike tek hyrjet që i kemi me qera ditore? A mund t'ia fal dikujt që i përdor pijet alkolike? Pra personi me sa duket ka apartamente me qera ditore dhe ka njerëz që vinë dhe konsumojnë haramin aty brenda dhe kur shkon këtu të bëj pastrimet gjejnë shishe të alkoolit etj. Pyetja është çfarë të bëj? A të jap dikujt që i pin? Themi jo. Se Zoti thotë në Kur'an, "Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Mos bashkëpunoni në asgjë në të cilën ka mëkat dhe gjunati. Me të vërtetë se pin, por kjo s'do të thotë që duhet të japsh apo lejohet që më ia dhon atyne që e pin, nuk lejohet. Po çfarë të bëjmë? Thy me bismillah. Vjen nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka parë një fëmijë që të ketë qetur një pjesë të flokëve dhe ka lënë një pjesë dhe e ka ndaluar këtë që duke thënë qetheni të gjithin ose lëreni të gjithin. Transmeton Abu Daudi. Për çfarë bëhet fjalë? Është një lloj këtu nuk bëhet fjalë për qethje, po bëhet fjalë për halq. Halq është ruajtja. Thot, ka ndaluar pejgamberi sasem nga qazr. Qazr është të ruajsh një pjesë të kokës dhe të lesh pjesën tjetër. Këtu ndalesa, çfarë kuptimi ka? Kemi prap dy mendime. Një mendim që thot, domethënë është haram, po ta bëj njeriu gjë të tillë, dhe një mendim tjetër që thot nuk bëhet fjalë për haram, po bëhet fjalë për mekruh, sepse futet tek sjellja dhe tek edukata. Futet tek sjellja dhe tek edukata. Cili është kuptimi i hadithit? Kuptimi i hadithit nuk është kur ndryshon shkalla e qethjes. Kuptimi i hadithit është që njeriu të ruaj gjysmën e kokës e të lejë gjysmën tjetër. Pra diçka që bjerë në sy dhe dallohet. E rrun me brisk gjysmën edhe lën gjysmën, ose një pjesë dhe lën pjesën tjetër, siç bëhet tek disa besime të caktuara. E nëse kjo e humb këtë gjën, pra nuk është më simbolistik, apo bëhet me qethje, siç ndodh për shembull disa vëllezër bën xerro këtu poshtë, pastaj ngrenë deri më lart, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Sepse tha mendimi më i saktë është që është mekruh. E papëlqyeshme, po nuk përbën asnjë lloj problemi inshallah taala.
Kam dash një çun dhe e dua akoma, por kam një vit e gjysmë që jam nda. Kur jam nda me të, më çoi një kushëri ime tek një gru me pa letra. Por ajo më tha do të ndihmojnë që ta afrosh me këtë çunin. Dhe më kishte përgatitur fotot e mia të atij çunit me sa letra të shkruajt me arabisht dhe më tha që ti djeg për 10 ditë. Ai djali mbrapa ra në burg dhe unë doja ta ndihmoja, por ai nuk pranoi. As nuk ka dash që të flasi më me mua. Domethënë, dy gabime janë këtu. E para që ke shku tek një person i tillë, vëllezën dhe motra, për hatër të Zotit, po a them. Si, nuk flas më shumë për ata që njohin Islamin, por për këta që janë ndoshta që nuk e njohin mirë Islamin. Nuk lejohet që të shkohet tek njerëz për të bashku, as nuk lejohet për të shku tek njerëz me unda. Me letra, pa letra, me kartona, pa kartona. Ora nuk lejohet. Sepse këta njerëz janë dy njerëz, dy kategori. O janë mashtruesa, si rastin fjalë, që para ti ka marrë, ti ke bërë gabimin, edhe djali thot mos ta pafsha surratin. Iku. Rasti i dytë, kur këta njerëz bashkunen me xhin, dhe i nxjerrin njerëzit nga natyra e tyre e të jetuarit normal në një natyrë tjetër që është bashkimi me dikë apo ndarja prej dikujt. Dhe kjo është shirk dhe padrejtësi. Shirk se personi bashkëpunon me xhin. Pra idhujtari, paganizëm, mohim i Zotit, se personi bashkëpunon me xhin për të arritur gjëra që janë jashtë natyrshmes dhe normalitetit, dhe e dyta është zullum. Por nëse një është nda, pse do ta bashkosh dikë me dikë ndërkohë që janë nda? Nëse personi bindet, i flitet, kthjellohet, okay, po jo me forca jashtë toksore, duke punu me njerëzit që ti lidhsh apo ti bashkosh. Kështu që çka ka ndodhur, pendohu tek Allahu për këtë gabim të madh që ke bërë, që ke vajt tek këta njerëz, ndoshta ti ke vajt edhe prej paditurisë ose nga kjo shoqja jote që pas ka qenë shumë e zgjuar në fakt, edhe kujdes në të ardhmen, kujdes në të ardhmen. Vjera më akuzon për gjëra që humbin në shtëpi, siç janë pantoflat, kputucët, fshesat. Burri thot mund t'i marrin fëmijët, dhe kur i pyesin fëmijët thonë i marrim ne, i hedhin kalamajt. Ndërsa ajo mua më akuzon si magjistar, thot i ke marrë për keq. I kam thënë që jam e gatshëm të bëj edhe në xhami, sepse unë nuk bëj keq, se fal 5 vaktet. Si të veproj, burri thot, përdesa e pastër me Zotin, mos e vrit mendjen. Ndihem shumë keq se sa vjen burri në shtëpi, fillon me ankesat e saj. E rëndësishme ta kesh me burrin ta të mirë, edhe mos e vrit mendjen fort. Thuj vjerës, ka thonë hoxha, stresi 0. Kam pyet hoxhën thuj për këtë mesele, edhe më ka thonë hoxha, stresi 0. Mos e vrit mendjen, ka thonë hoxha, hiç. Kështu që vjerën Allahu zoft, Allahu e ftjelloft, edhe faktikisht burri në këtë rast duhet që të marrë situatën në dorë, sepse nuk mund të jetojë njeriu në presion psikologjik të vazhdueshëm pafundësisht. Njerëzit s'po durojnë nonën e vetes, s'po durojnë babën e vetes, s'po durojnë vllajën e vetes, motrën e vetes, durojnë vjerën. Që i bjerë po i vrime. Kështu që në këtë rast burraci duhet që t'i bjeri situatës, domethënë të marrë situatën në dorë, edhe t'i thot nonës, non stop, mjaft me këto muhabet. Mjaft se po na shkatron familjen. Dhe nona duhet ndalohet. Nona duhet pra të ndaloj. Nona duhet të ndaloj. Sot jam mik diku dhe dhoma ku fle është e lirë për të falë sabahun. Ka dhe një pemë Krishtlindjesh brenda. A mund të falem? Po, mund të falesh.
Namazi jot është në rregull, s'keti lidhje fare me këtë punë. A i lejohet një vajzë e cila ka shkuar në Mekë, pra në Qabe, ndërkohë që është me cikël menstrual? Sepse një hoxh këtu i ka thënë që nuk lejohet bëj tavaf rreth Qabes, as nuk lejohet hyj fare në xhamin të Qabes. Po shumë mirë, përderisa ka pyet një hoxh atje, pse pyet hoxhallar të tjerë? Të mësohemi që të pyesim hoxhallar që kemi afër, sepse ato i dinë situatat, ato i dinë rrethanat. Dhe nuk është mirë me i pyet hoxhallarët në këtë gjuhë. Kam pyet i hoxh, po çfarë mendon ti? S'është mirë. Përderisa ke pyet një hoxh, mbaroj historia. Po, pyetja mund të kishte qenë, am lejohet që jam me cikël menstrual të futem në Qabe? Pra nuk ka pse të pyetet një hoxh, unë kam pyet një hoxh, po çfarë mendon ti? Do thotë që unë jam më i mençur se ai hoxha? Apo do të më provojsh mua, jam i mençur se ai hoxha? Në të dyja rastet është gabim. Nëse ti mendon se unë jam më i mençur se ai hoxha, është gabim. Nëse ti mendon se unë nuk jam aq i mençur se ai, po më provon një herë mua, prapë është gabim. Pra ne duhet edukohemi kur pyesim për fenë e Zotit. Duhet edukohemi. Dhe i këshilloj vëllezërit e mi hoxhallarët të jenë kujdesshëm dhe të edukojnë njerëzit që kur bëjnë pyetje të tilla mos të lejojnë pyetje të tilla. Është gabim kjo pyetje. Kam pyet një hoxh, ai tha s'bon. Po çfarë thotë? Pse pyet prap? Ai ke pyet hoxhën, mbaroj historia. Ose thuaj çfarë mendon ti për këtë çështje? Ashtu po përgjigje. Kështu që kjo është një nga pyetjet që s'po i japim përgjigje. Vazhdo me fetvan e hoxhës që ke pyet. A mundet një person i cili shkon për veten në umre të bëj umre edhe për të tjerë? Mund të bëj umre për dikë tjetër, pa duhet shkoj në Mikat, apo duhet shkoj tek xhamia e Aishës, apo të dali diku në një tokë jashtë haremit. Kjo është një çështje që ka dy opinione. Shumica e dietarëve e lejon që të shkohet tek xhamia e Aishës radhiyallahu ta'ala anha dhe nga aty të vishet ihrami për umre të re. Dhe kemi një pjesë dietarëve që thonë duhet shkojnë në Mikatin më të afërt. Doja të pyesja, një njeriu që i ka vdek prindi, deri mas sa kohësh e ka të lejuar të fejohet apo të martohet? Legjenda popullore thot jo pa mushvitin. Legjenda popullore, ndërsa fetarisht s'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje me fenë e Zotit, s'ka lidhje. Normalisht ka diçka që është e logjikshme, ka diçka që kuptohet me fjalë që nuk mund të jetë në ato ditë të para, sepse njerëzit nuk kanë gjendje normalisht shpirtërore, por nëse kalon një kohë, nuk përbën asnjë lloj problemi. Pra nuk ka kufizim me 40, me 60, me 100, me 200 ditë, apo me 1 vit apo me 2 vjet, nuk ka asnjë lloj kufizimi, si të shihet më e arsyeshme. Nëse e sheh një ëndër shpesh me një person, a do të thotë se edhe ai po mendon për ty? Jo, nuk do të thotë. Nuk do të thotë. Nuk është e thënë që ai po mendon për ty. O Zot na jep sabër, Allah. Kam një menaxhere që është shumë manipulante, shumë gënjeshtare, me të tjera të qesh ndërsa me mua sillet keq. Ka një sjellje shumë të keqe, nuk di si të veproj, më ndihmo të lutem. Çfarë të bëj? Unë jam pyetje përgjigje. Ti rri korrekt. Ti rri korrekt. Nëse ti rri korrekt, i merr gjërat me qetësi, e ftohur nga emocioni, apo nga, si me thënë, prekja e momentit, do të vi situata në favorin tënd. Thot Zoti në Kur'an, fa inna ma'al usri yusra. S'ka dyshim se në vështirësi Zoti ka sjell edhe lehtësimin. Kështu që do
do ta lehtësoj Zoti çdo gjë. Bëj dua Zotit, lutju Zotit, ruaj qetësinë, me kujdes, me buzëqeshje. Kështu që nëse ti je korrekt, nëse ti je e qetë, nëse ti je korrekte, nëse ti je e qetë, nëse ti nuk vepron në sajt momentit, situata do të kthehet në favorin tënd. Ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, fa inna an-nasra ma'a as-sabr. Fitoria dhe nga dhënimi vjen me durim. Çdo thot fjala durim, vetë përmbajtje, vetë përmbahu. Mos reago, merr gjërat me qetësi, buzëqesh, thuj vetes stresit zero, edhe do të kaloj situata. Për namazin e kindis 15-20 minuta para perëndimit diellit, se më ka kapluar gjumi dhe sapo zgjohesh e fal farzin. A është mëkat? Jo, është obligim, s'është mëkat. Nuk është mëkat, është obligim. Doli gjumi 15 minuta para perëndimit diellit, obligohesh që të falësh ikindin. S'është mëkat, është obligim. A lejohet pirja e ilaçeve nëse shënon se përmbajnë alkool? Këtu ka disa gjëra që duhen sqaruar. E para, nëse ka disa, le të themi, nga këto përbërësit që nuk treten vetëm se në alkool, nuk ka lënë tjetër që i tret, për t'i ruajtur dhe vetit që kanë. Dhe kjo pastaj është disa llojesh. Tretje e cila është me transformim, siç është rasti i kokrave. Hapat, ke parasysh? Tabletat. Në këtë rast nuk ka problem, se kemi është transformuar pra është përdor alkooli për të tret ajo, si më thënë, lënda bazë, edhe pastaj është transformuar në tablet, s'ka problem. Rasti i dytë, kur alkooli është lëng, është i lëngët. Në këtë rast shifet, a ka ilaç tjetër që mund ta zëvendësoj këtë gjën apo nuk ka? Kur nuk ka, atëherë lejohet prapë. Rasti tjetër, kur përdoret alkooli, po është në sasi të vogla, prapë s'ka problem. Rasti tjetër, kur përdoret alkooli, po është alkool farmaceutik, jo alkool me kuptimin e rakisë dhe të vendës. Edhe në këtë rast ka tolerancë. Rasti tjetër, kur ka alkool, dhe alkooli është i lëngshëm dhe ka përqindje të madhe. Këtu pastaj ka diskutim. Nëse s'ka gjë tjetër që e bën punën e këtij ilaçi, s'ka rrit akoma shkenca të gjej diçka që e bën punën e këtij ilaçi, lejohet, nuk ka problem. Nëse ka zgjidhje tjetër, duhet shkojmë tek zgjidhja tjetër. Po mirë, ka një hadith që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu nuk e ka bërë kurimin në gjërat e ndaluara. Dhe hadithi është i saktë. Allahu s'ka bërë kurim në gjërat e ndaluara. Këtu ti po thua që mund përdoret. Këtu e para bëhet fjalë që të pihet gjëja e kthjellët. Si thot dikush, unë e pi rakin se më bën mirë për zemrën. Themi nuk mund të jetë harami ilaç. Ose unë thot e haj X mish apo Y mish se më bën mirë për gjakun, ku dëgjon. Themi kjo nuk ekziston. Kurse këtu është e përzier, këtu është ka dhe transformime apo ka dhe përbërësa të tjera, pa nuk është gjë që përdoret për të pi. Për shembull, është ky ilaçi që bëhet me të propolisi. Ai ka dy lloj tretjesh faktikisht, ka tretje me alkool dhe ka tretje me vaj ulliri. Po thon këta që merren me këtë punë, që ai që është i tretur me alkool është shumë më efektiv dhe efektin e jep shumë më të shpejtë se sa i tretur me vaj ulliri. E them se ky që është i tretur me vaj ulliri nuk e jep efektin siç e jep ky tjetri. A lejohet? Lejohet. Po si më vëlla lejohet? O vëlla, kjo lloj tretësie nuk përdoret për të pi. Ke pati në një që kur do me pira ki hapat e propolisit, e mush gotën edhe pin, se nuk është gjë për të pi ajo. Kështu që unë mendoj se kjo është një çështje për cilën ka tolerancë. Ku e ndërtoj unë këtë gjë? Se kur thotë unë mendoj, do thotë se ka fetva për këtë punë. Unë për vete kam lexuar fetva të dietarëve që e bëjnë këtë lloj tolerancë, dhe Allahu din më së miri. Sepse ndalesa është për haramin e pastër. Dhe për atë haram që përdoret, ndërsa në këtë rast
nuk kemi të bëjmë dhe Allahu e din më së miri. Me kanë mbetur disa ditë nga agjërimi pa i mbyllur, dua të agjëroj në mënyrë që muaji i Ramazanit i këtij viti të jetë i plot. S'mund të jetë i plot se prap kemë pas probleme, nëse je në moshën. Nëse do dua të agjëroj në mënyrë që më pranohen këto ditë edhe pse me vonesë janë të sakta. Janë të saktat. Këto ditë agjëron është e saktë. A pranohen apo jo? Çdo adhurim që ne bëjmë, shpresojmë se pranohet. Ndërsa ta vulosim, se vulosim dot. Më thoni pak orarin. Merr një kalendar që shitet këtu për jashtë xhamisë ose kudo ku ti jesh nëpër myftini nëpër xhamia, merr kalendarin të shih aty. Kollona e imsakut do të thotë stop dhe kollona e akşamit do të thotë bismillah. Edhe mbaroi historia. Nëse nuk ke futur tek një nga këto aplikacionet, edhe shih kur ka imsaku dhe kur është akşami. Kështu që stresit zero. Ka vdek një fëmijë 2 vjeç mas 2 javë, më ka thënë Vera, kur gjast ka gjet, çka është datë me të gjet. I ka thënë Vera, kur gjast ka gjet pas të ka ndodhur gjë, çfarë meritojsh ti të ndodhte? Hajër inshallah mos e vrit mendjes. Ty Allahu të ka sprovu se do fort. Ti me Zotin je në rregull. Ndërsa kjo vjera që ka folur me kompetencat e Zotit, s'ka ndodhur gjë çka është dash me të ndodh. Kjo vera të kisha unë gjë në dorë, isha gjykatës, e kisha arrestuar 3 vjet, e kisha futur në burg vetëm për këtë fjalë. Që flet në emër të Zotit dhe bën kompetenten. S'ka kush e arreston këta njerëz, prandaj dhe bën këta njerëz shumë muhabetesh. Pra, irritante, irritante që nonës i ka ndodhur halli i madh, sikleti i madh, i ka vdek fëmia, dhe kjo irritantja i thot, kur gjans të ka ndodhur çka ka dash, çka u ka dash me të ndodh. Dhe ti thu pse the 3 vjet. 3 vjet me hatër, se kam njerëz përpara këtu. Se mos kisha njerëz përpara, kisha thonë 7 vjet, kisha ras në burg vetëm për këtë fjalë. Sepse ka fol në emër të Zotit. Dhe ka bë kompetenten. Motra Gjashadzanis nuk ka pas mundësi të agjërojë Ramazanin, ka agjëruar 13 ditë dhe 15 ditë nuk ka mujt me agjëru. Po jo se Ramazani sa ditë është? 29, 30, që 13 plus 15 bën 28, që i ka ngel dhe 16, jo 15. A mundet motra me i pagu shujta ditore? Jo, motra duhet të agjëroj kështu, si qeqo, ku ka me pagujt me qërë, ka dalë në pazar, pagimi Ramazanit? Duhet të agjëroj pa tjetër, duhet të agjëroj motra jote pa tjetër. Bile dhe ti mund të animojsh motrën, të agjëroni të dyja bashkë, që mos tjetë motra e vetme. Para disa kohësh më ka ndruar jetë xhaxhai dhe pa dashje kam kaluar mbi xhenaze. Që është ndodhur, s'ka gjë, përdesa ke bërë pa dashje, s'ka gjë, ka problem fetarisht. Po nëse kalon me dashje, se s'ka ku me kalu, për shembull duhet të kaloj sipër xhenazës, s'ka problem. Fetarisht nuk ka asnjë problemi. Feja e Zotit nuk i njeh fallet, nuk i njeh këto besytnit. Hoxhi nderuar në një merak të madh se të kam dëgjuar në një nga pyetje përgjigje që thënë, hedhja e dheut të varrit mas shpinës është një lloj magjie, por unë e kam bërë se shumë thanë për t'i hekur frikën fëmijëve. A mos i kam bërë magji fëmijëve të mi? Jo. Përderisa e ke bërë pa niyet, përderisa se ke bërë me atë qëllim, po i ke besuar në i budallaqje nga ato të mençmet që vinë aty drejti, ka thonë e merr dhe nga varri se po ja hodhe do iku ajo malli fëmijëve, dhe ti e ke bërë se ke dëgjuar ato, nuk është magji këtu, mos u bëj merak. Ne flasim, ka njerëz që janë ustallar të kësaj pune,
I ka bot gjitha adetit, I ka met edhe me morat grushtin e dheut, I bon ato adetit e veta që elhamdulillah s'dia si gjon nga këto muhabete, shiqur Allah, edhe pastaj u ahudh njerëzve në qafë, në rroba, u afut në xhep, u afut në çanta, u ahet ke shtëpia. Kjo është ajo që ne themi. Ose u ahudh njerëzve kështu, me qëllim të keq. Ndërsa në këtë rast, ty të ka thonë dikush që boje këtë që ti iki malli fëmijëve dhe ti e ke bërë për shembull, po s'ke pas të asnjë lloj qëllimi. Mos u bëj merak se s'ka asgjë inshallah taala. Sikur të lejohej duar trokitja, do të thosha duar trokitni. Po s'lejohet duar trokitja, si do të them, masi të lexoj këtë pyetje boni tek birse, shpytje mashallah. Vallahi për Zotin. A lejohet të them nuses time, thot vjera, deksha për ty, në sensin e dashurisë që kam për të. Tekbir. Ka pra, ka, mashallah, ka dhe njerëz, mashallah për Zotin. Ja, çfarë dashurie mes vjerës edhe nusës. Thot, a lejohet me I thon nusës time, thot vjera, deksha për ty nona jote për shembull. Mashallah, Zoti e rujt. Lejohet se këtu nuk është qëllim fjala, si më thënë, në kuptimin e saj të drejt për drejt. Këtu është në kuptimin figurativ. Kështu që nuk ka asnjë problemi. A lejohet që ta gjoj çdo të hënë dhe të njëjtën në të gjithë vitin? Mashallah. Absolutisht që lejohet, është sunet I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa po jam fejuar dhe më ndodhin disa probleme, I fejuar I sillet mirë me mua, por kur bashkohet me shtëpisë vet sillet shumë arrogant, më ofendon dhe do të tregoj që ka pushtet. Edhe kjo bën çfarë I them unë. Ja sot ishte një rast I freskët që më ofendoi në syt familjes dhe unë I thash veç mos më bëj debat në syt prindërve të tij. Që kjo gjë mua nuk më pëlqen, dhe ai filloi të bërtiste që ti mua s'më vën dot kushte, ti vetëm thuaj veç mirë zemër, ke drejt, dhe kështu do të jemi në rregull. Çfarë më sugjeron në këtë rast se po më ftofet si njeri? Çfarë thot hoxha I shkret? Çfarë thot hoxha? Unë mendoj që duhet më ul. Përdesa jeni akoma në fejes, me I vu disa pika mbi. Përdesa jeni akoma në fejes. Dhe ti I thunë, përdesa jemi akoma në fejes, dhe s'kemi bo nikahun, se ndoshta kanë bërë, po përdesa s'është bërë dasma, dëgjo, kjo lloj gjë nuk shkon. Madje edhe hoxha nuk kam pyet për këtë punë dhe hoxha tha që kjo gjë nuk shkon. Nëse ti do me pas këtë lloj sjellje gjithë jetën me mu, ti pastaj motra ime zgjidh, o do drohesh gjithë jetën, Allahu ta letësoft, ose I thunë, ti se është puna, unë këtë gjë nuk e përballoj dot, selam aleikum, aleikum selam. Thonë, hajde, çfarë thonë? Që nëse të kryet dora e djathtë do të japësh lekë, nëse të kryet e majta do të marrësh. A është e vërtet kjo? Jo, nuk është e vërtet, është rrend. Larg budallëve dhe stresit zero. Pash videon tënde për vizitën të vdekurit, këtu nga vendi im thonë që kur viziton Varrezat duhet të vishe 7 kat. Pra duhet të veshësh 7 palë rroba. E nëse nuk mundesh në të gjithë trupin, të paktën në pjesët intime. Çfarë baze ka kjo? Baza e kësaj është budallakia, çmenduria njerëzore. Çfarë baze ka kjo? Ka folën e budalla, edhe e kanë besu soji I tij, pastaj bashkësia e budallëve e kanë përhap në mesin e njerëzimit, dhe njerëzimi e ka besuar. Me u vesh 7 katë, këpëton 7 palë rroba, po s'patë mundësi, thot, gjithë trupit pak të ke pjesë auretit, se po ta shefi vdekmi. Këta s'ka se kush ja arreston për Zotin. Këta nuk ka kush ja arreston. Nga ditët që duan agjëruar nga Ramazani I kaluar, nëse nuk e ke njetin për ta agjëruar në mëngjes dhe vendos gjatë ditës, jo. Njeti për agjërimin e ditëve të Ramazanit kaluar duhet bërë natën.
duhet bërë niyeti qysh natën. Njësoj si Ramazani. Ne kemi biznes, a lejo që të zbukurojmë bizneset tona me rastin e festave në mënyrë që mos të dallojmë nga bizneset e tjera. Jo, ne duhet dallojmë nga bizneset e tjera, se ne jemi muslimon. Besojmë Allahun, besojmë botën tjetër, besojmë Kur'anin, besojmë pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ne duhet jemi krenar dhe duhet jemi të lumtur me këtë mirësi dhe bekim që na ka falë Madhi Zot. Ne e zbukurojmë në Ramazan, e zbukurojmë për Bajram, e zbukurojmë për festat tona, bëjmë oferta me rastin e xumas, e tjerë, që janë bekimet e Islamit. Ndërsa ne nuk bëjmë çfarë bëjnë të tjerët, absolutisht që jo. Më ka vdek vjeri dhe shkoj shpesh tek varri dhe i këndoj surën Kul huwallahu ahad. Mashallah. A e kupton ti çfarë lidhje, mashallah. Pra kur nusja lën vend tek vjera, si thoshte ajo vjera, lejohet me i thon nusës vdeksha për ty. Kur vjerri apo vjera lën vend tek nusja, urdhno çfarë thot. I shkon javë për javë vjerrit. Ktu kalamojt nuk më i bashkojnë babës javë për javë. Vallahi bilaj për Zotin. Nusja thot i shkoj vjerrit javë për javë ke vorri. Mashallah, pse i kalon vend vetes? E ka trajtuar si fëmijën e vet. I ka dhënë dashurinë që i mungon nga prindërit e vet. Edhe ja, komunikimi dhe ja lidhja e fortë. Ty Zotit në roftoj motër, Allahu të shpërbleft, po jo të kënojsh Kul huwallahun. Kur shkosh ke vorri i vjerrit, i bi selam, assalamu alaikum rahmatullah, dhe bëj dua për të. Kjo është ajo që duhet bësh, po jo ti kënosh Kul huwallahun, se nuk ka argument që kënohet Kur'an tek varrezat apo tek varri i dikujt. Urdhra, çata? A ka nëjë do më thënë që sa herë jap sadaka më vjen shpejt shpërblimi i sadakas. A do thotë kjo që sadakaja ime e dhënë është pranuar? Inshallah, ku e di unë shkretë? Unë s'flas dot për veprat e mia, më fol për dikë tjetër. Për të mia nuk e di çfarë është pranuar e çfarë nuk është pranuar. Kështu që inshallah është hajër, inshallah është hajër. A mund të fali gruaja drekën kur burri është në xhami për xhuman në të njëjtin vakt? Po pse për shkak të njëjtin vakt? Mund ta falësh edhe përpara burrit. Burri është në xhami, ti je në shtëpi. E rëndësishme është të hyj koha, e rëndësishme është që të hyj koha, s'ka lidhje se kur e falin burrat në xhami. Gruas nëse i hin koha e drekës ditë në xhuma, e fal drekën në shtëpi. S'ka lidhje a u fal në xhami apo nuk u fal në xhami akoma, s'ka lidhje. Me ju fry fëmijëve për mësysh, a lejohet me ta kërku ajo rukexhia me fjalë, emrin tënd dhe të fëmijëve për me ju fry për mësysh. Jo, duhet shkosh me fëmijët që ti fry konkretisht dhe realisht. Jo t'i japsh ti emrat, shkon ke dikush me i fry, thot më jep emrat që të fry. Po ku është robi që do i frysh? E s'ka nevojë, më jep emrat. Mashtrus, kështu, me patent ndërkombëtare. Largohu nga këto mashtrus ose mashtruse, nuk ka problem çfarë gjinie janë. Po janë nona, këta janë nona. Thot më jep emrat se i fryum, s'ka nevojë me ardh. Këta janë nona. Ditën e diel gjyshi, pra babai i nënës ka ndruar jetë. Allahu e mëshiroft. Amin. Pyetja është se e ka dërguar në tokë me kostum, me orë dore dhe me lekë në xhep dhe unë më vonë mora vesh se çfarë kanë bërë. Tani thot kush do t'japi llogari në botën tjetër. Këta të mençmit që e kanë bërë këtë punë, përveç se nëse gjyshi e ka ditë dhe si ka ndalu, ose gjyshi e ka lënë me amanet, mbarrosni me kostum, me orën,
me florit, me lek në xhep. Po unë nuk besoj se ka mosha vjetër nuk janë kaq budallënj. Budallënj janë këta tjerët. Këta që lapin aty në xhenaze. Bojnë kështu, boja kështu, japin gjithë mend e familja nga që janë të tronditur dhe nuk e kanë besimin e duhur në Allah. Se njëri që ka besim në Allah ka ndodhur vdekja, elhamdulillah, po mendja duhet funksionoj tamam. Duhet me i bo punët tamam, duhet me i bo xhenazën tamam, duhet me çu tamam, me bo. Jo çdo njëri që flet, ktheje kështu, boje kështu, ule kështu, vise kështu, edhe njerëzit me njëherë çat ju thuat e bëjnë. Ignoranca është shumë problem. Ignoranca është shumë problem. Në një nga komentet thot, i drejtohet dikush hoxhës të adhuroj. Dhe dikush me njëri thot që adhurimi është vetëm për Allahun ka rënë shirk. Në gjuhën shqipe fjala adhuroj nuk përdoret vetëm me kuptimin e adhurimit. Në gjuhën shqipe fjala adhuroj përdoret dhe me kuptimin e admirimit. Kur dikë admiron shumë, i thuhet të adhuroj. Pra varet nga njeti që ka personi, sepse fjala i mbart të dyja kuptimet. Por duhet jemi shumë kujdesshëm me këto komentet, me këto gjërat. Mos i thuj tjetër direkt ke bo shirk, ke bo kufër. Prit Allah. Mund të shkruash në privat, nuk është mirë me përdor, ku dëgjon e tjerë, po direkt. Nëse dikush nga familjarët tonë shkon në umre, çfarë duhet bëjmë ne si familjar? Boni dua që Zoti t'ja pranoj, e Zoti t'a sjellë shnosh e mirë. Nuk ka ndonjë gjë që duhet ta bëni ju patjetër me fjalë. Jam një vajzë 22 vjeçare dhe kam një problem me babain se kam folur me një djalë dhe ai ka kërkuar dorën time, po babai nuk pranon se e kam gjetë vetë, thotë. Hajë, inshallah, çfarë të them. Ndërkohë që babai thotë nuk më lejon të mbulohem dhe unë shumë islamin. Më thash se e ka bo baba për fekët muhabet, që asë mëse ke bo haram. Baba e paske pse e ke gjetë vetës, ta kom gjetë unë. Baba që e ka ratës karafili. Për Zotin menova se baba e ka me kuptimin që ke bo haram më gocë dhe thash më hajtë më. Pa ne po u menojsha, kur po lexoj tani poshtë, thotë sepse nuk më lejon të mbulohem dhe unë shumë islamin. Pa që e ka nga këto karafilat që mahen gojë për aromë të mirë. E rëndësishme, mendoj që këmbgulja inshallah e vajzës do të çojë edhe në kënaqësinë dhe pranimin e familjes. Megjithatë, Hanefit kanë dhe i fetva për këtë mesele, kështu që mund të ecesh edhe me fetva në Hanefive. Zekatin a është e lejuar me nda në ditën e Ashurës, jo se kam në qëllim, po du që ta majmë me datën, e kam më të lehtë. Lejohet, nuk ka problem. Tani zekati obligohet kur ka datën e vetë, s'ka lidhje me Ashurën e me hallëvën. Pra nëse ti sot me datë, sa është data sot, 24 dhjetor, ke 6.000 euro, për shembull të themi, filloj data, që do të presësh Ashurën ti që të filloj data për ty? Ka fillu data, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje kjo punë. Filloj data, mbaroj historia. Që lidhje ka Ashurja, baklavaja. Halva, hasudja. Në qofse ti e gjen datën para kohës, po. Për shembull, unë jam obliguar me e dhënë zekatin, për shembull dhe themi, në muajin gusht. Që ta majmë me në jap datën e Ashurës që i bjerë ta jap për shembull 1 muaj përpara, s'ka si problem. Ma e ma Ashurën i e në rregull. Ama mrapa, po me i qëllu mrapa kohë, s'lejohet. Kështu që cili është muaj më i mirë për me dhënë zekatin?
Janari, shkurti, mars, prilli. Cili është muaj? Kjo është për si jemi me kohën? Me kohën si jemi? Edhe 2 minuta. Cili është muaj më i mirë me dhënë zakatin? Me argument. Cili muaj? Muaj më i mirë me dhënë zakatin është muaj Shawwal. Shabani. Cili është Shabani? Muaj para Ramazanit. Pse? Arsyeja, cila është? Çfarë bën njerëzit kur japin zakatin? E japin në Ramazan. Jep zakatin ai thu moqë ai ka çiruar gjysmën e Shqipnisë. Ka thonë s'ka faj shkreti, ka thonë 2.000 euro, ka thonë 5.000 euro, ka thonë 2 milion lek, ka thonë 3 milion lek. Edhe e ka shlyra ai, ma men dhe datën, 12 Ramazan, 13 Ramazan, 7 Ramazan, 5 Ramazan, edhe e ka thonë të gjitha. Të parët tanë, shif tani, të parët tanë zakatin e ipshin Shaban. Dhe kur vinte Ramazani, ipshin gjë tjetër. Garat i bojshin në Ramazan, farzin e kryshin para Ramazanit. Njerëzit çfarë bëjnë sot? E kam thonë thotë zakatin në Ramazan, mashallah. Në gjë tjetër, po më thonë zakatin pra. 1 milion lek, nuk është pak o burrë, do dhe gjë tjetër plus. Si të ma dhonë mu. Atëherë më sakta është që më e mira, si me thonë, t'jepet zakati në Shaban, ndërsa garat të bëhen në Ramazan. Po bëjnë një kur për kurimin e fytyrës dhe nuk mund ta laj shpesh fytyrën vetëm se 2 herë në ditë. Shumë mirë, mashallah. Merr mjesht maje deri në drek, merr një kindi maje deri në dargët. U zgjidh problemi, elhamdulillah. Kështu që ka zgjidhje, elhamdulillah. Sepse ndoshta personi që ka bërë pyetjen kujton se duhet më marr abdes për çdo namaz. Ti mund të falësh dhe me abdes gjitha namazet. Mund të falësh me një abdes gjitha namazet. Sidomos si tani, merr abdes në 11:30, në 2 ikindia, në 4 akşami, në 6 yatsia. Selam aleikum, aleikum selam. Jam në javën e 3, jam në shtatzaninë e 3 dhe në javën e 8 të shtatzanisë. Po kam një hall të madh. Burri nuk sillet mirë fare, ka ca veset këqija, pin dhe lun dhe më ka shprehur që nuk e do këtë shtatzani. A duhet i bindem burrit? Jo, nuk lejohet me u bind burrit. Nuk ndërpritet shtatzania se do burri apo do gruaja apo do komshia apo do vjerë apo do vjera. Çfarë lidhje ka? Shtatzania është dhuratë e Zotit. Dhe nuk lejohet ndërpritet pse dikush lun menç. Në këtë rast ka luajt burri, nesër mund të luajë dikush tjetër menç. Nuk lejohet të ndërpritet shtatzania pa arsye dhe justifikim. Kështu që në këtë rast nuk lejohet. A lejohet martohet vajza me një djalë të ndershëm me një të kaluar? A lejohet të martohet vajza me një djalë të ndershëm me një të kaluar më ndryshe nga ai, por e penduar tek Zoti sinqerisht nga gabimet e mëparshme dhe me premtimin që kur nuk do të kthehet në veprime të gabuara? Po, lejohet. Elhamdulillah, shumë mirë. Shumë mirë, elhamdulillah, ku ka më mirë se sa kjo gjë. Kur kemi falur namazin farz në shtëpi ose kemi përsërit në xhami mbas xhamatit dhe kemi harruar ikametin, a pranohet namazi? Po, pranohet. Ikameti nuk është kusht për saktësinë e namazit. Ikameti ka 2 mendime, një mendim që thotë sunet, një mendim që thotë është vajib ose farz, por s'ka lidhje me namaz, namazi është i saktë. E fundit dhe me këtë du ta mbyll. Vllajt i kanë dhënë tek supermarketi ku punon një kartë me zbritje në bazë të çmimit ushqimit që blejnë dhe si rregull kjo është vetëm për të. A lejohet që dhe ne të tjerë ta përdorim kartën e tij kur blejmë ushqime për ne? Jo, s'lejohet. Është personale ajo. Nuk është karta lagjes, karta e fisit.
çdo njeri ka kartën e tij dhe e përdor. Nuk bën që ta përdorin të tjerët apo të përfitojnë. Allahu e din më së miri. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.